Pastaj Perëndia u foli Noeut dhe bijeve të tij që ishin bashkë me të, duke thënë: Sa për mua, unë caktoj beslidhjen time me ju dhe me brezin që vjen pas jush. Dhe me gjithë gjallësat që janë me ju, zogj, bakti dhe tërë kafshët e tokës që janë me ju, duke filluar nga tërë ata që kanë dalë nga arka dhe deri të tërë kafshët e tokës. Unë e caktoj beslidhjen time me ju, asnjë lloj mishi nuk do të shfaroset më nga ujërat e përmbytjes, dhe nuk do të ketë më përmbytje për të shkatruar tokën. Pastaj Perëndia tha: Kjo është shenja e beslidhjes që unë përfundoj midis meje dhe jush, me të gjitha qeniet e gjalla që janë me ju, me të gjitha brezat e ardhshëm. Unë e vendos ylberin tim në një re dhe do të shërbej si shenjë për beslidhjen e përfunduar midis meje dhe tokës. Dhe kur të sjell re mbi tokën, do të ndodh që harku të shfaqet në ret, dhe unë do të kujtohem për beslidhjen time midis meje dhe jush, si dhe me çdo gjallësë që çfarëdo lloj mishi, dhe ujërat nuk do të shndrohen më në një përmbytje për të shkatruar çfarëdo lloj mishi. Harku pra do të ndodhet në ret dhe unë do ta shikoj për të kujtuar beslidhjen e përjetshme midis Perëndisë dhe çdo gjallëse të çfarëdo mishi që ndodhet mbi tokë. Dhe Perëndia i tha Noeut: Kjo është shenja e beslidhjes që unë kam caktuar midis meje dhe çfarëdo mishi që është mbi tokë.